Arrestohet gruaja që joshi me akullore një burr në Prizren. Pas një pune hetimore 2 mujore, tashmë është arrestuar HD, femër, shtetase e Shqipërisë, mbi bazën e dyshimit se e njëjta ka kryer vepër penale vjedhje rënd e vrasht. Policia thot se shtetësia e Shqipërisë më datën 7 gusht në një pastiqeri në një qendër tregtare në Prizren e kishte joshur një të ri për akullore, në të cilën thot policia me gjas i kishte hedhur qetësues dhe më pas e kishte shoqëruar në një dhomë hoteli. Pas pak, viktima kishte humbur vetëdijen, ndërkaq që dyshuara e kishte vjedhur një sasi të konsiderueshme të parave dhe telefonin, dhe kishte ikur në drejtim të panjohur. Gjatë intervistës në pranit të avokatit mbrojtës është bërë ditur se e njëjta kishte kryer edhe një rast të ngjashëm në Prizren. Thuhet në njoftimin për media të policisë së Kosovës. Pas intervistës, sipas policisë, është informuar prokurori i shtetit, i cili ka urdhëruar që e dyshuara të ndalet nën masën e arrestit. Hetuesit besojnë se e dyshuara e këtij rasti mund të ketë kryer edhe raste të tjera, por që nuk janë raportuar në polici.